Mamdani tërhiqet nga premtimi për arrestimin e Netanyahut. Nuk kam autoritet ligjor. Kryebashkiaku i New Yorkut Zoran Mamdani është tërhequr nga premtimi i mëparshëm se do të arrestonte kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai do të vizitonte qytetin, duke deklaruar se nuk ka autoritetin ligjor për ta bërë një gjë të tillë. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Mamdani tha se ekipi i tij ka shërtuar të gjitha mundësitë ligjore dhe ka arritur në përfundimin se bashkia nuk ka kompetenca të pavarura për zbatuar urdhën arrestin e lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare. Qeveria federale nuk ka autoritet, i Mbretëria të Bashkohet me GPN dhe të zbatoj këtë urdhër arresti u shpreh megjithatë Mamdani theksoi se Netanyahu nuk është i mirëpritur në New York ku pritet të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Gjykata penale ndërkombëtare lëshoi në vitin 24 një urdhër për arrest për Benjamin Netanyahu në ndyshimet për krime lufte të lidhura me konfliktin në Gaza. Në të njëjtën kohë gjykata lëshoi arrest dhe për një nga komandantët e Hamasit. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara nuk janë shtet antar i gjykatës i GPN-s, dhe çka do të thotë se nuk kanë detyrim ligjor për zbatuar urdhrat e saj.